paktohet para qytetarëve të saj dhe mbar botës një klik e papërgjegjshme. Një organizatë kriminale që vjedh ditë e natë qytetarët e saj. Një organizatë kriminale që bashkëpunon me kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë dhe në botë. Shqiptarët e nisën këtë vit në shumë zona të vendit, nga Gjirokastra në Shkodër, po veçanërisht në Durrës dhe qarkun e Durrësit, në një përmbytje të përmasave të papara ndonjëherë, në një përmbytje me pasoja të rënda, në një përmbytje në të cilën shteti jo që nuk ishte një mbështetje për qytetarët, por shteti me korrupsionin e tij të çmendur, të papërmbajtur, ishte shkaku i thellë i kësaj përmbytje të papar ndonjëherë në qarkun e Durrësit, por dhe në disa qarqe të tjera.